Këja do më thonë, sigurisht se i shkruan historia, por nuk është se e ka paraqitur tek qytetarët këtë që po e themun, do më thonë, çkapjen e logjikës së shqiptarëve të Kosovës edhe të Jugosllavisë nga Serbia, se thjesht nuk mund të jetojë më. Dhe një punë, një ser punë, ta zëm gjithë ato komuna ku qeverisë, në gjithë ato vende, ne kemi pasur një qeveri e cila është udhëhequr fare shkurt për 2 vjet e gjys, dhe gjëja më e pakë që thuhet, dhe këtë nuk mund ta mohojnë as oponentët, madje edhe rivalët më të egër të Lidhjes Demokratike, nuk ka pasur as një lloj afere korruptive. Domethënë për çka në Kosovë është folur shumë. Pra, LDK-ja nuk ka pasur propagandë dhe në një kombinacion të tillë LDK-ja ka humbur luftën me propagandën dhe ka rënë këtu ku ka rënë. Kësaj radhe ky bashkim duket të jetë shumë i natyrshëm. Pse Vjosa Osmani i prim? Po, është e natyrshme sepse zonja Osmani është kthyer në shtëpinë e saj. Pra, ndodh që një personalitet jetohet në një demokraci sot. Shtëpi për cilës ka dalë. Ka dalë prej asaj, është formu, është rrit, është eduku. Faktikisht me votë. Po, tash nuk mendoj që është përjashtu. Dëgjoj, ndodhin në vende demokratike, jo vetëm tek ne, por ka ndodhur tazëm edhe në Britani të Madhe, tash mos i përmendim gjitha këto rastet kur partitë caktuara me traditë të gjatë, siç është edhe LDK-ja, sigurisht edhe me traditë edhe më të gjatë vende të perëndimore, dhe ka fraksione të cilat ndalen sepse demokracia këtë të mirë ka, por thjesht Vjosa Osmani nuk është antarësu, është kthyer në shtëpinë e vet politike dhe dihet roli i saj, sigurisht se ka pasur edhe të meta sepse është njerëzore nga secili, por ka pasur të mira. Politika e jashtme e Kosovës në këto 5 vite dorën zemër e vetmja e mirë që ka ndodhur ka qenë politika e jashtme dhe ajo duhet t'i atribuohet sos presidentes Osmani, sepse ju e dini se çfarë izolimesh kemi pas si refleksione të qeverisë, kemi pasur raste kur në këtë qeverisi nuk ka ndodhur asnjë kryeminist nga pas lufta e Këndena që në Kosovë të legalizohet të njihen pasaportat ku shkruan Prishtina, Republika Serbia. Kjo ka ndodhur në kohën e kësaj qeverie që po shpresojmë që të mos jetë më kurrë, sepse thjesht ato ka ndodhur dhe si refleksion i mos bashkëpunimit me faktorin politik ndërkombëtar, me theks veçan Shtetet e Bashkuara, por edhe vendet e BE-s, thjesht ka ndodhur ajo që ka ndodhur dhe sot kemi pasaporta që lëshohen pra në Serbi dhe shkruan Pej ose Peç ose Prishtina ose Uroševac, më shkruan serbisht dhe shkruan Republika Serbia. Pra, kjo duhet të reflektuar dhe duhet parë me syrin rrallë. Shteti thotë që asnjëherë s'ka pas sovranitet më të theksuar në veri ose sundim të ligjit ose prezencë të institucioneve. Sot madje u pati disa aktivitete edhe prej qeverisë edhe prej vetëvendosjes edhe prej ministrive të ndryshme. Po, në fakt në politik duhet matën të gjitha refleksionet. Nëse mendohet se ka një pushtet, pra ka dhe një pasaport që shkruan Severna Mitrovica, Republika Serbia, ose Prishtina, siç e thash më herët. Nëse mendohet se ka